Hajdi kishte vetëm 3 ditë që jetonte me gjyshin dhe çdo ditë për të ishte më e bukur se tjetra. Në mëngjes zgjohej në të gdhir dhe përshëndeste Zoq sikur të ishin miqtë e saj të përhershëm. Nxito Peter! Më shumë se kaq nuk mundem. Pastaj ishte ajo që priste me padurim ardhin e Peterit. Shikoj vogla Hajdia kalon dhe dhive të vogla. Ndërsa ti mendon vetëm për të fjetur, apo jo, Nedia? Je pa shpresë. Ati lartë në qell. Shikoj atë re, duke si flokgora. Sa i natë u shpërnda, tani nuk i ngjan më. Më thuaj, ti ke uri apo jo? Nuk kam kohë për të ngrënë. Ndërsa unë po. Nëse ti nuk e ko, do ta ha unë edhe për ty. Mos ki merak, se do ta gjej edhe unë kohën për të ngrënë. Smet si këtë rrë. Sa lule bukur, flokbora, ja këtu. Duhet të pëlqej kjo lule freskët. Nëse është e mirë pa sa edhe bukur, atëherë je me fat. Po çfarë po ndodh? Hajde Kapelja! Shpejto, kape! Të lutem, kape kapelen time! Vrapo! Ndalu me kapele pa mend. Pikërisht tani duhet të vinte stuja. Hajde, duhet të ikim që këtu. Është shumë e rrezikshme të qëndrosh këtu lart. Eja pra. Po si, ne them që do të fillojmë të ham. Është duke ardhur një stuhi. Çfarë po vjen? Stuhia. Po çfarë po thua kështu? Nuk është një stuhi. Vetëm më frym pak. Ka raste që ti më acaron vërtet. Ministre, mos u të rish! S'ka gjë, për fat është Peteri me të. A i di mirë se ç'duhet bëjë. Këtej Hajdi! Këtu jemi të streuar. Mos të rri aty duke humbur kohë. Po përse vërtet kaq shumë? Çfarë ke kundër shiut? Më pëlqen, nuk kam aq vap sa më parë. Do të ftohesh po qëndrove aty. Edhe vit kërkon një stren në këtë rast. Dakor, me që thua ti do të futem dhe unë në stre, por mua nuk më duket kaq e nevojshme. Garojmë ku shkoni pari, e vëmë pas që do të jem më shpejt se ty. Si ajo ditë e mban mend? Eja Hajdi! Jepi vrapo! Peter, kam frikë! Në rregull, mos ki frikë. Këtu jemi mirë. Mjaft të drove.
të them diçka. Çfarë? E di Hajdi, kam një uri prej ujko. Mund të ha një pyll të tërë. Ke uri? Dhe pyet. Po si mund të mendosh tash pikërisht në këtë moment? Sa i natë? Hajdi nuk mund ta mendonte se malet e saj të dashur mund të kishin këtë pamje. Jo më të sjellshme dhe të ëmbël, plot me diell dhe lule, aroma dhe cicërim azojsh, por të keqe dhe të tërbuar. Një pamje e tmerrshme që i shtinte frikën njerëzve dhe kafshëve. Ja, tani mbaroj. Me të vërtet mbaruan qëmimet dhe vetët tima? Mund të dalësh jashtë, gjithçka mbaroj. Këto gjëra në mal ikën shpejt. Me të vërtet thua? Sigurisht. Dil jashtë. Ke të drejtë. Është e vërtet. Nuk i dëgjon? Çfarë? Një zog i vogël. Një zog i vogël? Ja, atje ka rënë një zog. Nuk fluturon dot më. Eja, shpejto! U vrave shumë i gjori zog. Çfarë ke? Ati lartë duhet të jetë foleja e ti. Duhet të ketë rënë gjatë stuis. Unë them që ta vendosim përsëri në fole. Jo, nuk bëhet fjalë. Po pse jo? Ai duhet të rrinë në folen e ti, apo jo? Jo, sepse tani ka krahun e thyrë dhe në fillim duhet ta kuroj, po e çoj tek gjyshi. Por ai ka bollë punë në vit. Nuk ka kohë të mendoj për zogën. Atëherë do të kujdesem unë për të. Por nuk ka nevojë. Atëherë do ta kuroj në mënyrë që të rritet. Është shumë i vogël, nuk do të mundesh ta mbash në jetë. E po ja që pa. Lëre këtu. Jo, nuk e lë. Do të ta tregoj unë se jam e aftë apo jo. Hajde, të lutem. Nuk mund të kthesh në shtëpi vetëm. Flokbora, eja këtu. Kjo me të vërtet duhet jetë diçka shumë e bukur. Kam gjetur një zog të vogël. Ai ra nga folia gjatë stuhis. A, ashtu? Kishe frikë nga stuhia? A mund ta mbaj? Sa i bukur që nga. A nuk e di ti se zojt nuk duhen prekur? Por më duket sa je ka krahun e thyer. Nuk besoj se do t'jetë e thjesht për ta ushqyer. Po përse? Ne kemi shumë ushqime. I sketi ti po i bëre kish ta tregoj unë. E pe si më kuptoj, nuk do t'i afrohet më, ke për të parë. Si mendon që ta ndihmosh? Nuk e di, por në një farë mënyre duhet ta bëj. Më lër ta shoh. Është më i vogël nga që mendoja. Do të thuash që nuk kemi ç'ti bëjmë asgjë? Nuk e di. Ta ndihmojmë, të lutem. Ai është një zog kaq i bukur dhe shumë i brishgjys. Diçka do të të vinë ndërmend, ja do ta shohësh. Atëherë le të fillojmë punën menjëherë. Si fillim, duhet kërkoj shumë insekte dhe milingona. Sa do të marr? E rëndësishme është që ta ndihmoj. Prit pak, nuk ka nevojë për një fole?
pjatë sallate? E po punë e madhe, ai nuk e di që kjo është një pjatë sallate, gjys. Kështu është vërtet, unë s'po njoh më veten time. Një tjetër. Një tjetër. Shtu Armando të rritë shpejt. Ha! Peter! Jam shumë kurioze të shoh çfarë fytyre ka për të bërë. Me sa inat. Flokbora, shiko! Kemi një mik të ri në shtëpi. Flokbora! Është akoma inatosur. Prit, Peter! I thash për të ngrënë dhe nëse vazhdoj kështu ai do të rritet. Nuk po intereson fare për atë zogun tonë. Atëherë dhe mua s'më intereson fare për ty. Përse e ka me zogun? Ai si ka bërë asgjë ati. E di përse, thjesht Peter është pak xheloz. Po pse duhet të jetë? Unë me të vërtet nuk arrit ta kuptoj. Theu prapa Peter, mos bëj si fëmijë. E ja këtu të ndihmosh Hajdin. Nuk kam qef, as që kam ndërmend. Më parë isha unë me kujsaj, ndërsa tani është vetëm ky zog. Tani unë nuk vlej asgjë për atë. Do ta shohë, unë do të kap. Peter, Po, a janë në rregull ditë? E që bëhet me vajzën e vogël që e quan tek plaku? Mendon se është mirë? mendoj se po. Nuk do të flasësh, vërtet? Ndoshta ka diçka që nuk shkon. Thuaj të vërtetën. Unë nuk di asgjë. A do të luash me ne? Për atë nuk me intereson fare. A i je për të ngrënë plaku? As të duket e zbet? Më prisnin se do vi edhe unë të luaj me ju. Peter me siguri që duhet të di diçka, por ka frikë të flasë. Si rrallë ndonjëherë, ke të drejtë. Mirëmëngjes, gjys. Mirëmëngjes. Është akoma gjallë. Ambë qefi. Por mendoj se ka uri, e përplas qepin shumë shpesh. Si mendon që të fillosh tash mëngjesin? Më vonë, më parë duhet t'i gjej qipi disa insekte. Peter! Zogu është akoma gjallë, Peter! Nuk do t'ma kishte marrë mendja. Do t'a shohësh se çfarë ka këtu? Jo. Nuk më intereson fare se që mund të kesh futur në qese. Unë gjithsesi do të ta them, është plot me insekte. Plot me insekte. Nuk do ta besoj se sa shumë insekte duhen për të ushqyer një Po zog. e humbur. Nuk ka fare rëndësi. Rëndësi ka që ai të ngope. Tërkohës vetëm ha. Ma merr mendja, por unë e kam një zgjidhje. Lyre të fluturoj, që ta siguroj vetë ushqimin, dhe të haj ato çka dëshiron. Do të pëlqen detalja të lirë, por nuk do ta bëj kurrë. Ha. E me gjithatë ai nuk bëhet dot miku yt. Flokbora! Qënë ke këtu? Duhet të binesh Flokbor, ose ndryshe do të nervikoset me ty. Shpejt, shko me kopen. Hajdi nuk ka rinde ta kuptonte se çfarë nuk shkonte me Peterin. Ai gjithmonë kishte qenë i sjellshëm me të, por sot nuk e kishte ftuar të ngjitej bashkë me të në mal. Po edhe si kur të doja nuk do të kisha ka. Mirëmëngjes, Qip. Ke uri, vërtet. Ja, nuk e kuptoj se ç'të më thuash. Ndoshta sot ke dëshirë të hash karkalica? Nepja, Qipi do karkalica!
çfarë kafshë je? Dalu, më duhesh për zogun tim. Jo, sa e shpifur. Mi sa duket të pëlqen ajo kafsha e çuditshme. Një kërmir. Më vjen keq, po unë kam një zog. Nebja i zgjuar. Nebja nuk e mirë. Të paktën të pëlqeu. Nebja, ëngër një kërmir, bashkë me Levoshka, një kërmir. Ai ëngër një kërmir e Goltiti, a më dëgjove gjysh, ai ëngër një kërmir. Nëse ka ngrënë do t'i ketë pëlqyer. A thua? Përse, ati nuk do t'i pëlqente të hante kërmilla ndonjëherë? Ndoshta ka dëshirë të hajë edhe zosht. Nebja, qëndro jashtë. Nebja, të lutem, nuk të lë të futesh. Sa do të rish jashtë, më kuptove? Kuç, ullu. Nuk e që bën, më kuptove? Gjys! Duhet patitër t'i ndërtosh një kafaz. Ma do mendje që do një kafaz për zogun, vërtet? Po, për ndryshe Nebja do të haj. Nebja? Po, ndërkohë ai ëngër një kërmir. Ke frik nga i? Mos ki fare merak. Nuk do të ndodha asgjë. Mos ki merak, as që do të afrohet. E rregulloj unë të punçip. Të pëlqen shtëpia jote e re, më thuaj. Tani më dëgjoj me kujdes. Kur qeni të afrohet, ti hiqe këtë degën e kashtës. Të kapa. Ja, akoma gjallë. Por ka pile që nga të shkalla. Atëherë kjo të thotë që ti ke fluturuar veçip. Atëherë Nebja... Nebja!
qumë. Tani e di Nebja, ti doje ta shpëtoje, ndërsa unë mendova se doje ta haje. Mos je i mërzitur me mua, të lutem. Je një qenë shumë i mirë, dhe pse je kaq i madhe i friksëm. Pse po ikën tani? Sa keq, megjithatë të falenderoj. U desh ca që Hajdi të kuptonte sa i butë dhe i mirë ishte ky qen. Dhe që nga ky çast Nebja u bë shoku i saj, ashtu si Gjyshi dhe Peteri. Edhe pse Peteri si pasaj u bë një kohë gjatë që sillej në mënyrë të çuditshme. I një ata aty larg? Hajdit nuk do t'ja merrte mendja se zogu i saj i vogël do të rritej aq shumë dhe gjithashtu nuk e dinte se kur do të pajtohej me Peterin. Dinte vetëm që ishte e lumtur në ato male dhe që i donte shumë dhit, Gjyshin, kullotat dhe gjithë miqtë e saj. Por ndonjëherë ndodhin gjëra të paparashikuara, disa të bukura dhe disa jo. Por për këtë dhe si do të shkojë jeta e Hajdit në mal, do ju tregojmë herës tjetër.